Ambasada Amerikane në Shqipëri ka publikuar raportin e strategjisë ndërkombëtare të kontrollit të narkotikëve për vitin 2025. Postimi shoqërohet me një raport të strategjisë ndërkombëtare që përshkruan trafikun e drogës dhe pastrimin e parave. Në dokument thuhet se autoritetet shqiptare kanë punuar në koordinim të vazhdueshëm me ato europiane, të Amerikës së Jugut dhe Shtetet e Bashkuara në luftën kundër grupeve ndërkombëtare të trafikut të drogës, krimit të organizuar dhe pastrimit të parave. Por Dash kërkon punë të vazhdueshme. Sipas INCSR, grupet kriminale të udhëhequra nga shqiptarët kanë luajtur një rol të rëndësishëm duke zgjeruar trafikun nga Amerika Latine në vendet e Bashkimit Evropian dhe më gjerë, në Mbretërinë e Bashkuar dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Por jo vetëm kaq. Përveç Europës, bandat shqiptare po shtrihen edhe në pjesë të Azisë, Afrikës dhe Australisë. Ata përdoren veçanërisht ekonominë shqiptare, kryesisht sektorin e ndërtimit, për të pastruar të ardhurat dhe për të kontribuar në korrupsion. Sipas raportit, korrupsioni, sundimi i dobët i ligjit dhe papunësia nxisin problemin e trafikut të drogës në Shqipëri. Po ashtu në raport përmendet dhe fakti që ish kryeministri Sali Berisha u mori pa ndehur për korrupsion dhe është person i shpallur non grata nga SBA. Gjithashtu, theksohet që nën hetim është edhe dhëndri i tij, Jamarbër Maltezi, i cili po hetohet për dosjen Partizani. Një tjetër shqetësim për Dash është edhe ligji për lojrat e fatit.